Pare, zere se vate bërë një gjiro. Ka ardhur në një ftesë nga Departamenti i Shtetit ose nga zyrtare nga Presidenca amerikane që t'i vijë nëpërmjet ambasadës, ka protokoll, ka përfaqësi diplomatike, nuk bën ato pritjet ashtu. E pe sa foli me Trumpin dhe sa foli me Vjota Osmanin, presidenti i Amerikës. Bashkë aty që diskutuan të tre. Akoma nuk dihet çfarë folën aty. Ai tha Vjota Osmani zonjë tha, për çdo problem që të kesh me Selbin, do marrësh mua direkt në telefon. Që të kesh të t'jap presidenti i Amerikës telefonin personal dhe të thotë që do komunikojmë bashkë për çdo problem që të kesh, kjo i thotë të tëra. Kështu që s'kam pikën e dyshimit që Amerika nuk na lëçon. Rama që tha se ishte dha, ishin të tre kur folën aty. Rama ndonjë si një zagar që priset të hidhni në një kock. Se s'ja vaj njeri. Për Hashim Thacin. Hashim Thaci unë ua kam thënë dhe po e them. Hashim Thaci do rrej në burg. Kjo nuk është dëshirë, avokat. Mendoni që është si pasojë rrethana? Jo dëshirë, jo. Jo, është vendosje drejtësie. Ka vrarë njerëz të LDK-s, janë vrarë 127 burra të LDK-s. Dhe asnjë PDK-s. Avokat, ju dëgjova në Kosovë tek emisioni në muzikë Koishia Show. Koishia Show. Po. Po ne nuk kishim folur më përpara, pak e kishim prekur bashkë të bisedë. Ju nuk është se mbështeteni në prova, po në deklarata për këtë, atë që kanë thënë të tjerët apo jo? Unë mbështetjem të deklarimet e udhëheqësve të LDK-s dhe tek njerëzit që kanë shkuar dhe kanë dëshmuar për krimet që ka bërë Partia Demokratike e udhëhequr nga Hashim Thaci. Dhe ata akuzojnë se kanë vrarë shqiptar, nuk akuzojnë se kanë vrarë sërbë. Për sërbët si akuzon njeri se sërbët ishin pushtues, ishte justifikuar lufta kundër tyre, ka mbaruar. Por partje më vjen një video shumë i shkurtër, një 10 sekonda, ku Hashim Thaci deklaron dhe thotë unë s'kam marrë pjesë në luftë me armë dorë. Atëherë çfarë ka qenë? Po e tha atij në gjyq që ka qenë drejtorisë politike, që ka qenë vit frontit, mos gaboj. Ka dhënë urdhër. Për vrasje. Me ato që unë pash në gjykat, në dëshminë atje, me ato provat e prokurorisë tash të quajtura, avokat, po jap mendimin tim, nuk është se më duket shumë bindëse ata avokat për dënuar njerëz me 45 vite burg, ndërkohë që nuk është se lidheshin as provat, ca dëshmi ishin në nivel shumë poshtë avokat. Të lutem, nuk marr përsipër të gjykoj një gjykat. Se s'mu ta bëj këtë, unë jam jurist. Unë kam thënë, ne do presim verdiktin e gjykatës. Është një gjykatë e ngritur me dëshirën dhe me vendimin e Parlamentit të Kosovës, parlament dëshirë dhe vendosje unanime, me këmbënguljen e jashtëzakonshme të vet Hashim Thacit, të Gjarprit, se ashtu kishte pseudonimi Gjarprit, dhe do presim vendimet e asaj gjykate, ashtu si kundër pritim vendimin e gjykatës për Haradinaj, që vajti 2 herë dhe doli pafajshëm, për Fatmir Limajn, që vajti në gjykatën e Hagës dhe doli gjykatë speciale dhe doli pafajshëm, tani ç'është kjo histeri për Hashim Thacin? Jo, zotëri, jo. Është histeria e komunistëve shqiptarë që të mbrojnë njëri tjetrin, këtu dhe atje. E atyre komunistëve që organizuan masakrën e Tivarit dhe ndihmuan Serbinë. E atyre komunistëve që dërguan 2 divizione me urdhër të Titos në Kosovë për të eliminuar patriotët shqiptarë të Kosovës. Ata janë që kërkojnë të lirohet Hashim Thaci. Jo ata që u ka bërë krime që u vrarë njerëzit. Se kemi bërë një pyetje, ku është Femia Gani? Se nuk kërkon Hashim Thaci, asnjëherë s'ka kërkuar 1600 të humurit. Ai, Gjarpëri. Se si ka kërkuar ndonjëherë deri më sot, ka qenë dhe president dhe kryeministri i Kosovës. Zotëri, këto pyetje duhet ta bëni ju si gazetar, opinionistëve apo politikanëve të Kosovës dhe të tonedin këtu, pse nuk keni kërkuar ç'është bërë, ku janë 1600 të humur, ku janë? Nuk po them për përdhunimet që kanë bërë bira grave dhe vajzave të Kosovës, që s'ka dhe njëri llogari deri tani. Avokat, megjithatë ju thatë që ju gjykoni si jurist, të jeni avokat. Tani si ka mundësi avokat që të kërkohet dënimi i njëjtë për të gjithë?
ata kanë qenë të gjithë në të njëjtin vend, në të njëjtin ditë, në të njëjtin moment për të njëjtat gjëra që akuzohen, si ka mundësi? Ata kanë qenë një udhëheqje politike e një veprimi e një partie politike. Po si mund krahasohet ai që ta pretendoj se ka qenë drejtues me atë që ka qenë zëdhënës, me një tjetër që ka qenë komandant atje në zonë? Më kupton? Si mund të jetë dënimi? Prokuroria për atë është që të ndaj dhe të veçojë të jap secilit atë që i takon, atë të përgjigjet për atë që ka bërë. Si ka bërë, s'ka thënë njeri që për njeri dënohen të gjithë, absolutisht e ka gabim. Jo, ata kanë thënë që dënimi është një, kërkohet i njëjtë dënimi nga prokuroria, nga 45 vite për secilin, 180 në total. Sepse janë bashkëpunëtor në krim. Akuzojnë për bashkëpunim në krim, nuk e din ata ose kam akuzën, po të kisha akuzën në dorë, do diskutojnë ndryshe. Për ju avokat nuk shpëton asnjë nga ata atje? Nuk e di, nëse vërtetohet akuza, ata nuk do shpëtojnë. Jo, duke parë si jashtëmi, si gjykuat për Thaçin, po për 3 tjerët. O zotëri, ata janë të 4 akuzuar për krime lufte. Ata që kanë ngritur akuzën, ata e din dhe ata i kanë dhe faktet e provat, si ka mund? Avokat, po si ka mund si kundër këtyre tanëve ka 200 dëshmitar shqiptar. Kundër Miloševićit një 20 ishin shqiptar. Pra më shumë kundër njëri tjetrit sesa kundër Kasapit. Jo, nuk është kundër njëri tjetrit. Është ajo që kam thënë unë në atë intervistën e parë, që kam të bërë, siç u bën në 43-44 në luftë civile në Shqipëri, ashtu kanë bërë dhe ata në Kosovë. Prandaj ka shumë shqiptarët e që kanë dalë e kanë dëshmuar. Dhe ata nuk kanë dalë si që pretendojnë spionët e partisë punës Shqipërisë që tonë janë njerëz të paguar. Jo, zotë kanë dalë me prova konkrete dhe i kanë thënë ke bërë këtë dhe këtë. Po amerikanët aty ishin, si mashtruan amerikanët, sa nuk panë gjë ata? Ku ishin? Amerikanët aty ishin. Kur? Gjatë luftës jo, zotëri. Jo, vetëm kanë bombarduar, jo, të ndaj gjërat. Amerikanët kanë bombarduar gjatë luftës, por në tokë, në teren kanë qenë këta. Të ndaj gjërat. Megjithatë më duket shumë e kështu avokat që të cilësohen amerikanët tani aty nga prokurorët si naiv, se prokurorët thanë që amerikanët ta Rubini, Clarku, më the thash të tjerët, që nuk është se me pak fjalë tha që ju hodhi hi syve atyre. Më duket me gjithë ato shërbime amerikanët, inteligjentët, zbulimit e tjera, nuk pas kanë ditur me kë kanë qenë në tavolinë, me kë pas kanë folur. Për mas luftës e ke fjalën apo gjatë luftës? Po, edhe pas edhe gjatë luftës. Jo, gjatë luftës jo s'kanë qenë atje amerikanët. Nuk kanë qenë atje. Ka qenë Clarku që organizoi dhe udhëhoqi të gjithë veprimtarinë luftarake të forcave amerikane, forcave ajrore amerikane. Emri atje që ishin bashkëpunëtorë të CIA-s, që kishin folur, kishin bashkëpunuar. Si mund marrë CIA njerëz që pa pasur besim tani të bashkëpunojnë me ta? Pra të shkoni pyesni CIA një mua. Pra dilemat vazhdojnë, avokat. Kush? Dilemat vazhdojnë, po paktën është e qartë që UÇK-ja nuk bëhet pjesë nga çdo që do të. Jo, UÇK-ja bëri luftë çlirimtare zotëri. Dhe nuk mund të akuzoj kur kush UÇK-n. Dhe mos vini në shenjë e barazimi midis 4 vetave që akuzojnë për krime me ushtarët e UÇK-s dhe me 10 dëshmorë edhe heronj që kanë rënë në luftë në Kosovë, nga të UÇK-s. Të lutem, mos e ndyni emrin UÇK me emrat që kanë bërë krime. Edhe njerë, po e theksoj, mos prek njeri UÇK-n. UÇK-ja ka luftuar për qëllimin e vendit. Dhe në tokë ishte UÇK-ja që dha jetën, nuk ishte forcat të tjera. Rama tha që i tha Trumpit lutem bëj diçka tha. Pash zoti kur flet Rama është një lloj si kur leh një qen. Ai është kryeministri jon avokat, 4 mandate. Juaj, jo imi. I gjithëve. Jo, juaj, po them prap. Ka shanse Trumpit bëj diçka që ta dëgjoj Ramën avokat? Trumpi nuk është Rama. Trumpi është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është presidenti i një shtetit më demokratik në botë. Dhe Trumpi si dhe unë edhe ti pret verdiktin e gjykatës e cila po punon. Ka punuar, punon, do jap dhe një vendim.
Dhe mbas i t'jap vendim gjykata, atëherë do shpret dhe Trumpi dhe unë dhe ti dhe të tjerët. Po dhe Trumpi besoj është informuar që tha që u arrestua në avion kur po shkonte tek Trumpi për të firmosur për ndoshta shkëmbimin e territoreve. Patjetër, po sepse tha që ka qenë për shkëmbimin e territoreve. Dhe se tha që me Edi Ramën që e iniciuan shkëmbimin e territoreve dhe Open Ballkani. Janë këta të dy. Ndaj dhe mu që tha që nuk shpëton. Do të nëse se s'bën. Avokat, do ta mbyllim me pritshmëritë, sepse njeriu rron me shpresë, edhe pse jo të gjithë ata që rron me shpresë vdesin edhe të pakënaqur. Kam besim te gjykata e speciale e Hagës. Okej, por tani do ta mbyllim për vendin për këtu për Tiranën e kam fjalën. Jo për Trojec, edhe Kosova është pjesë e jonë, zemra jonë, por këtu çfarë duhet presim, avokat? Se shkurti iku, po vjen marsi. Tani në fillim të vitit thanë që kemi një ultimatum 90 ditor, do mbledhin fakte, dokumenta, Ndale se kemi dhe 30 ditë kohë, dhe 35-40 ditë kohë, sa u bërë. Kemi kohë akoma, mos më rëzit. Kemi kohë. Pra, e vetmja pritshmëri është nga kongresi që çfarë mund bëhet, kurse këtu brenda gjërat nuk po lëvizin. Këta do qërohen. Dhe pritshmëria ime është që këta t'ikin me telefon nga zyrat. Kjo është pritshmëria ime. Të vi bazubea të thonë qërohen dilin nga zyrat. Jashtë, si që i thonë qëndit del jashtë. Ashtu do i gjithë Edi Rama. Dhe Edi Rama do gjej vëndin të thacit. Edhe diçka kam, avokat, Berisha tha që komshia e Ballukut i kishte thënë që nuk e ka parë. Ju duken serioz dhe këto, avokat? Po Berisha ka, shiko, Berisha është sa i rrjedhur aq edhe kriminal. Shiko ku i shkon mendja tani, citonte dje, thoshte komshia kishte thënë që kishte 3 ditë pa e parë Ballukun, duke aluduar që ajo mund të ketë ikur. I nderuar, të lutem, se je gazetari pjeku, ke një goxha eksperiencë dhe di se të kërkon. Akoma e llogarit Berishën për njeri, për politikan dhe për advetar, harroje. Berisha është një tradhtar, një spiun si gjithë spiun të tjerë i Partisë Punës. Është një agent, një poliagent si shumë poliagent të tjerë që kanë nxjerrë ky vend. Se fatkeqësisht ne kemi pasur historikisht shumë spiun. Më i njohur i Hamza Kastriot edhe shumë të tjerë pastaj. Të lutem. Nuk ju pyeta për Metën dhe për Velien, pa harruar, pa e mbyllur, se s'kemi lajme nga ta. Velien e lanë sot në burg prapa atje, po. Veliej dhe Meta janë në hetim, zotëri, po hetohen. Kam besim të gjykata që do të jetoj kur të dalë para gjykit, do dalë me prova prokuroria që ka kërkuar arrestimin e tyre. Unë besoj të gjykata speciale, të gjykata kundër krimit organizuar besoj, jo të gjykatat e tjera, se po të them një fakt, gjykata e Gjirokastër, gjykat, prokurori, polici, Gjirokastër, janë bërë një grup i strukturuar kriminal që godasin kundërshtarët e Shqepeqit apo të kujdo politikani tjetër që është në Shqipëri. Po e denoncoj, po e them pasër, fare, qartë, një grup i strukturuar kriminal që mbështesin çfarë kërkojnë hajdutët e pronave dhe godasin qytetarët e pronarët të ligjshëm. Kjo është gjykata dhe prokurori i Gjirokastërës. Avokat, faleminderit shumë për bisedën. Ne kishte munguar këto ditë, dhe jam mirënjohës shumë për bisedën që zhvilluam, çështje që diskutuam, si jetmoni drejt për drejt. Të falenderoj edhe në emër të publikut, të cilët ngulmonin për këto zhvillime të fundit për të pasur mendimin tuaj. Për këto çështje që ju e dini që këtu brenda 2-3 ditëve zhvillimet janë shumë të rrudhshme. Unë të falenderoj shumë. Faleminderit, po ishe punuar ti të më kërkoj, jo. Të falenderoj shumë, avokat. Të falenderoj shumë. Ishte mirë. Qofsh mirë.